Vlau, Omir një riva që edhe për të një misvak. Misvak është ajo? Misvak model të shujtje mëse vëtë madha, se kuptoj askush. Po hoxha pse është me ka hoxhën bë? Allah ju lut. Edhe kur keni ardhur ose vende ju keni ardhur në Monik, apo? Po. Neve kur keni ardhur të regojmë historinë tonë, se neve o konë naib rais el Gjami Islami, o konë Sheikh Abdelaziz bin Bas, Allah jahëm, a i ka konë mufti djari Saudia. Dhe kër isha vitin e tret, kuljet shëria, erdhen edhe thanë dhe të qëjmë daj tjesh në Vjenë. Thash, unë e daj nuk ja o fjallën se ushtrinë se kom bo. Ju e dini se Jugoslavia është e komunizëm. Edhe Jugoslavia mund sa të shkoj krap dëmë roke dëmë që e ushtarë. Edhe qashtu ma boni, se edhe më qënë ushtri. E mandej, punova 1 vjet në fshat. Po kërë punova 1 vjet në fshat, dinari, që shme thonë Jugoslavis devalvoj, ke shkoj ke në fund pusti. Tash vendosën që i rogët me na i hip pak, po edhe ka të ndarën me pa gjujt pak ma te për antarësi. Po. E që ati e po që fshatë e tim e këshim boni ka drejt. Shisho? Po, Shisho. Hasan Begu, është, po, thuj se shumë fshatu ma, së disa shpi, me qiri do kësha di ma mirësës. është i ma, po, është i ma. Është komuna, jo? Jo, është komuna Raqinës, Hasan Begu është dalë Shkupit. Po, Hasan Begu 1, Studeniqami 2, Savaj 3, Kondova 4, to ju këtë fshatat në dhejtë. Edhe Shishovën e këshin krasu me këto fshatë? Me këto fshatra. E këshin bërë Shishovat pa gjëtë 12 milion e gjimës në atë kohë. E në unë i tash i Zenuni ishte si sekretar. Tash Zenuni mërë mos keni bodri nga bim me Shishovë, mos i keni fut edhe ortodoksët e keni fut muslimon. Se ka të ndihon gjithë për gjithë, ka të ndihon gjithë për gjithë. Ka dhe Macedona, e? Po gjithë e Macedon gjithë, ka 250, 225 me 225. Dhe e parë se ti Enes kishte do të çrregullime. Dhe vendosa që me lishu. Edhe shkova prapë të shë, bin baza Allah jahmun mina. Mase kishte diplomë. A mund po të shkoj pra Melbourne në Australi. Tash po Minhen po, ama duhet jo rabita me qëllë. I davët e lëbohë të imi, o li pëtavë davët e lëshatë. Tash po unë a gjithë shkollë, se pisën e kërë. Po më interesant, në atë zemën shumë pak ka pas që kanë diplomu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shumë pak ka pas diplomum në atë zemën. Në atë zemën Allahu Akbar, Mahmutin ba. I thash mos e thirrësh as. Dhe Ashhadu an Zulairat Efendiu, Jakub Selimovski dhe Molasula. Edhe Zenuni. Çfarë bile Zenuni më vonë nëse ka. Mos e dhe ne. Hoxha, ju kur ardhët tu xhami s'kesh apo? Jo, ne kur kena ardhur xhami s'ka pas. Edhe tani ju e organizuat xhamatin? Jo, nuk e organizum neve, po e organizoj qendra islame.
Se në qendrën islame ishte një egiptiane, kishte emrin Ahmed El Bahbuhi. Dhe erë të drejtori, a drejtori u konë një ko edhe reis Ikhwan Muslimin, ki Muhammed Mehdi Akif. Edhe i tha, kam qef me mdimu, ki tha po, për dima, spritojmë, që i kam dima më këta meren në të shkujnë në qytet. Se Frajmoni është pak si jashtë qytetit, se dhja i konë ati. Ja, se më Dhe, qka bon i Abdul Halim Khafaji, dhe Ahmed Khalife, këto, unë se di që këto kishim provendim qitë mu me më qitë agjë në qytet. Se unë ju bësha problem agjë. Ahmed Khalifa ka qenë edhe atëherë, a? Po, ka qenë edhe atëherë. Edhe erdha këtu, kur erdha këtu, para në gjumo që kena por një 12 vetë. Po më së ndim, mashallah, të ushtu. Edhe gjamin, nuk e di, kam bere di shumë mirë, kur da dash, për gjamin, do të kalush në për banov të dash. Edhe ta shkur dal, isha një 10-15 vetë shqiptar, rrim, e në unë du me hik shumë banë, që di, zdoj që ti shumë një gjendje, dhe më thonë, jo të lakmushme. Edhe tash njërë një libron, më ka po për Hamet, një qëfar mësos Dali, po ka thirë belqista, a i më pa, tha që e fendi pëse nuk vinë nga përshëndet, dhe si u pa, shumë i pa, po, disha gjithë, shkova, si shkova, e pa që jo vinë ke edhe herë alkohol që kanë pi. Edhe thana, kena nevoj me ullë, thash po. Thash po, ku keni qef? Tha, ti ko thua, e po thash, ajna, mba që ko thua mune dhe shkum në Landverstraset e gjamia e këtive. Për që li, jo në këtive... Dianet. Jo, Dianeti është një qëfar... Kuba. Ne, se Kuba, Kuba. Edhe shkum ati. Kër shkum ati shërbejtin një afës, aji me periode shqiptarit dhe bërçonit i shkum në Turkije, po kish ardhë me punë minem, afës të fiki, se dhe ke pas një kap dekra më ti më shpirti. Dhe ndërme drekës i qindis. Si për një 20 minuta para i qindis, dola. Se ato turqelit, janë si janë po e mbilin kantinën, edhe da falën, tash ku di që këta pianicën më falën. Mirë po, alhamdulillah, për që sa grupë u bonë edhe haqji edhe asu tash më vinit të falem për s'kona pasë. Alhamdulillah. Që këti bosh. I da jeti Allahu gjellë është. Neve do të vetë më më Është do më thonë, ose vëni, prej asoj kohë, kur Allahu ka bu kader mardë këtu, do më thonë, të gjitha gjamijat të cilat janë hapë në teritorin e shtetit federal Gjerman, ti i ke përcjellë, do më thonë. Valla të tregoj drejt, derisa sos muna i kam përcjellë, se unë kom pas diherë sulme në trumë. Ne kom pas 2006-ën, përsditi 2009-ën, edhe fort se në kom hecë. Sa është numri i gjamive tash? Numri i gjamive... Po mendoj gjami tona. Do më thënë gjami tona mund të numrojnë dërme 30 e 40. Mund numroj qati. Po mundën e ma shumë. Vazhdimisht ka lëvizje. Po, se minine ka pas një gjami, tash janë 3 gjamia, mashallah. Kel 4, po njona pak së në korën sukses, ko e di. A kështu në gjithë Gjermanina, dihet prafërsisht numri i gjamive sa është? Në gjithë Gjermanin, besoj që sillet të 2.500 se 3.000. Amo jo gjami me minare. Po, edhe me zgjide. Që se me zgjide, po trumba që këtë gjami. Ama me gjithë turgjë, me gjithë tara. Po, gjithë komuniteteve. Sa më kujto që keni qenë atjerë bashkë edhe me bosnjakët. Po, bashkë kina konë edhe shqiptarët edhe bosnjakët bashkë, asa bosnjakët i kanë dikun 4 gjamia. Po, bosnjakët 4, ne 3, Minhen. 8. E dhe më thonë fillim ka qenë bashkë. Mashallah. Po dhe dhe shikameti në qendra Balkanë, më thonë. Po. Pi atëherë se konë do më thotë për bashkët. Po. Po se vëne, edhe një pyetje, atë kujtohet në cilin vit për herë të parë keni organizu haxhillok prej gjami? Vetëm sigurisht herët, a? Ka para ma shumë 20 vite? Mund t'i kete 20 vite. Mashallah. E tash, në lidhe me këtë që e pyetje Shehanesi, numri axhelerëve atëherë dhe tash, sigurisht ka ndryshu edhe në shtasi, po edhe në mosh. Këshirë tash, për mosh,
ka ndryshu. Domethënë tash po shkojnë edhe mosha me. Edhe mosha re. Kurse për sasi, si os munat e ka, sasia e shqiptarëve të Minhenit u ka paksu, ama jo u ka paksu që mos më shkon hash, po shkojnë për shembull ato të Kosovës shkojnë ka Kosova, këto të Maqedonisë. Do thonë prapë është i njëjti numër vetëm Po më shpërndahet, po të më shpërndahet. Kjo tregon se Ecurin domethënë vetis fetare, se do të ai shihet edhe ju e dini më mirë se më atje edhe keni studiuar edhe këtu. Se sa ka pas agjelet për para shembull, edhe sa është rrit numri atje tash në Mekë, po ka llok i madh atë. Po edhe popullata gjënë shtohet me popullatës islame. Tash më tjetër numri muslimanëve të 1 miliard e gjys. A unë kur kam bërë para 30 vjetë, thoshin çati 850.000, asi 850 milion ose 900 milion. E tash Bilem po mdoket të zhvni ka shku më shumë se po mdoket 1.7 miliard. Bilem 1.7 më miliard. shumë po. Po 1.6, 1.7, pa i lëviz. Pa lëviz. Në autoritetin e muslimanëve është i madh. Tash më thonë të muslimanët në veçantë edhe të shqiptarët është çështja edhe e umrës. Thuaj para shumë viteve, më thonë ekstra me bë umre. Jo, po kjo ka mund të edhe çështje ekonomike. Faktor ekonomik çështë. Neve kur jena kohën për shembull, sa kena kri fakultetin, kena kri 18 deri 83 në 3 vjet, kum kanë thirr për shembull trojet shqiptare këtu në Maqedoni ku më shku, azë bez s'ka pas fotele, po ka pas do shilte jo në po tash jem bon me fotele me këtë, po misafirët më ju ndërmoni, nuk shkojnë më. Misafirët nuk shkojnë. Po falemi? Po kështu. Atë na dalë shimam sheh. Po kemi musafir. Po në musafir. Po ju tregojmë. Ju tregoj. Mos bëhet nash. Jo, është i vetë sunat. Po mos. Se kemi Mire kohë nëse vendim, mos bëni Nuk ka nevojë me bë. Shfrytëzohet për ta vetë. Mirë është. Më këtë së në gjumë për omër. Më këtë së në gjumë për omër. Po. O që përshka është qilla jote për neve gjematin, a du të me shfrytëzu, a ta shfrytëzojnë Facebookën apo jo? Ballaj me karar. Do të me vu një orar, pas vuti orar, jo. Për zotin, pas vu në orar të shkatron. A kupton? Edhe ti nuk e kupton se si ta merr kohën. Kjo është hudbet djeshme. Pas ka dalë. Në fakt është mirë që së shfrytëzohet për ta vetë, mirë është. Shumë kjo që postovon tani shkon 5700 vetave në sekond. Sikur 10% për këtyne 5700 ta hapin, sa i bjerë 10% e 5000-shës? Sa i bjerë? 500. 500. Për shembull 500. Është gjë e madhe shumë. Është mirësia e madhe. 1% për këtyne 5000-shës i bjerë 50. Mirësia e madhe. Edhe shumë njerëz janë udhëzuar, domethënë. Janë udhëzuar, janë orientuar nëpërmjet të gjëratave. Interneti është derë e madhe e davetit, domethënë. Po inshallah Zoti na i fal gjunohat. Unë bën që ta shfrytëzojmë maksimum. Po çfarë do të thonë kjo që ja vlen ndoshta me hub kohën në atë aspekt. Në thojza me hub kohën, do të thonë shembull për 5000 vet xhamat shembull që i bën davet. Kur këto që janë 3-4 vet. Pa ne tamë varësi si e shfrytëzon. Se ky në herë të hum kohën. A kupton? Futesh me njët për davet e del për mleja. A i thoni mleja? Ja, po kuptoj. Aty në zogje që përtrojnë, dalin me gjujt. Molenja. A do të fillojmë, as do të fillojmë. 9:30 ora. Do të fillojmë. Ku është po? Premi gjithova nuk ka 1 minutë, 2. S'po të me incizu ata. S'po të me incizu. Ja, po incizon këtë vlaj. Incizu gryje më mirë edhe pajku. Se kamerat se kemi po. Ja ku është kamera. S'na lënë rahat me këto incizime të vogla.
Alhamdulillah. Ju Allah e fat mirë, tha, na me në qezun kry, tha se kam pera. E fat mirë, që aty me mujtë na me në qezu, po që ajo problemi. Allah ustan. Që aty problem, shumë. E mora pasportin ti? E kam. E mu marë të shmotë. Me kamerë. Kime internetin shumë. Po, këtu ka internet. Me arbenim. Duhet mu kësë ki me arbenim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Zot në falë gjinohet. Tani, kush duhet vi këtu, që të fillojmë ne? Apo mund të fillojmë dhe vetë? Shizojmë kështu mi këshilë përgjithshëm, inshallah, atëherë. Këshilë përgjithshëm, inshallah, derisa të fillojmë shtatë. Sepse 9:30 duhet me fillu. Rreziku është për fëmijët e juaj. Për shkak se është vetëm Islami mundet njeriu me mësu me kanë ka më martu, ka më martu me muslimana, s'ka më martu me muslimane. Pastaj vetëm Islami mundet me eduku fëmijët si ka me eduku. Pastaj edhe gjuhën me ruaj. Për shkak se ne asnjëherë, o do në mesa e di, asnjëherë asnjë hoj nuk ka thonë që Islami e humbe dhe identitetin, e humbe dhe gjuhën, e humbe dhe adetet. Jo, Islami bashkjeton shumë mirë me këto. Islami, dhe më thonë, gjuha jonë, adetet tona, vendi jonë, historia jonë, është dhurat që Zoti ka dosh neve me na falë në atë vend, edhe me ato karakteristika, me ato vlera. Po Islami jashton vlerat. Islami jashton vlerat. Për ato, vallahi, une personalisht kom pas rastin shumë herë me bisedu edhe me shokët e mi o gjallar, edhe verës kur vini unë pushim atje, dhe më thonë, une po pelus Allahun edhe kam shpresë që deri në fund vitit, ashtë më tha që ka premtu që ka me i largu vizat, nëse largohen vizat, se vetëm ne kemi mbet në regjim të vizave. Nëse heket sistemi i vizave për ne, ka më bo shumë mirë, për shkak se edhe një numër i madh i hoxhallarëve të Kosovës kam ju bashkangjit kësaj punët madhe që ka nis prej hoxhallarëve të Maqedonisë të Shqipërisë. Zotën për hoxhallarët të Maqedonisë veç Sheikh Bekiri, Allah e rujt, është aktiv sa ata të tjerë do të me qitë krejt një onë edhe të Shqipënisë edhe të Maqedonisë dhe të Bekiri një onë edhe do më thonë 6 muaj ditë vitin e kaluar ka qenë në rrugë. 6 muaj ditë sokon të fëmijët e vet. Do më thonë kjo është një sfidë shumë e madhe. Ma shumë është në aeroplan se sa me fëmijët e vet. Po kur ka mu largu regjimi i vizave, sigurisht se edhe një pjesë, edhe një poshtllok, edhe një mungesë kanë me plotësua xhallarët e Kosovës, edhe aty tani është puna jonë. Është puna jonë me lejen e Allahut, përndryshe për 30-40 vjet është shumë problem se di çka ka më u bë me njerëzit tonë që janë në Evropë mas 30 vjetëve. Nuk di çka ka më u bë. Do më veç tash ka njerëz që kanë fillu për shembull më martu me qafira ose vajzat tona më martu me qafira. Çfarë fëmijë kanë marrë ata? Për ato Islami është një pengesë shumë e fuqishme që e parandalon edhe asimilimin. Alhamdulillah. Paradis kommen möchte. Aleikum salam. Der am letzten Tag, barakallahu fikum, geehrt sein will. Ju në cilin ku jeni në Frankfurta? Në Zvicër. A ka gjami aty? A keni gjami? 35 gjamia janë, 34 gjamia janë të regjistrume, por problemi është që ku gjenën ato. Për shembull shumica janë në qendër e ka pjesë se ai qyteti ka 43 pjesë. Qytetet edhe mbi 20 pjesë kanë mbetë ende pa xhami. E aty është problemi që ai qytet i ka, do thonë, një përqindje shumë të lartë të huajve që jetojnë. Frankfurti është qytet i madh për qyteteve të Gjermanisë apo? Ndukët i pesti e ka aeroportin më të madh në Evropë apo? Aty kemi nevojë për më shumë xhamia. Kemi edhe më shumë nevojë për xhamia. Njerëzit tona kanë xhamia atje, pe Kosovës apo Maqedonisë kanë xhamia. Po kemi bashk. Po është hoxha shqiptar i Malit Zi dhe edhe në bosnjakisht edhe në shqip e hut. Është hoxha djaliria është plak.
Po është pak më është I vjetër, është pak më I vjetër, 50 vjet ndoshta. Se Efendi, na veç Efendi I thojmë. Se di duket sa se pas sa bëj. A ka aty djemtrin xhami që vinë? Po shumica janë pak më të vjetë. Tradicionalisht. Ka edhe të ri, ama të përzim, ka vino... Xhamia është e madhe e mirë. Së është edhe fort e madhe e mirë, është e bukur edhe... Sa është Frankfurti larg për këtu? Prej këtu në 350. Larg ka. Ja, 3 orë mirë. Jo, do të problem. E po mirë është, domethënë mirë është me kriju kontakte me vllaznit. Për shembull këtu në Nolm që është një xhamat I mirë, pastaj ku ka tash unë nuk po I di pjesë tjera edhe me kriju kontakte, edhe me u bë ziaret me zveti, edhe me marr pjesë në kësi organizime që bëhen edhe njiheni. Tash për në Gjermani 200 kilometra nuk janë shumë larg, për shkak se alhamdulillah mundësitë janë rrugët e mira, kerret, edhe për një orë e gjysmë I kalon ato. Është më rëndësi mu lidhë xhamati, është më rëndësi mu njoh xhamati, edhe me marr pjesë në këto organizime për arsye se këto organizime e kanë peshën e vet. Shiqoni tash ka vllaznia I ardh prej të janë prej Shkupit. Të janë ardh një veturë në prej Shkupit. 2 vetura, po? Po se tha hoxha dha 2 vetura prej Shkupit prej Zvicrës një e gjys. Se këta kanë ardhur prej Zvicrës sa shumë vetura kanë ardhur. Ka 5, po. 5 vetura. 6 rrota. Po normale pastaj. Po domethënë tash kur njerëzit janë të gatshëm me sakrifiku edhe kaq rrugë gjatë, atëherë ju këtu brenda është gjuna mos më shfrytzu këto. Alhamdulillah. Qëra diam neve këtë na shkon jeta edhe ka vjen një ditë në moment kur vjen momenti me dal për dunjas edhe kemi me vdek. Edhe kjo kur s'është kur gjë e re çapo ju tregojna, këtë dim që kemë vdek. Po ajo çka do të neve me na mundu edhe duhet të jetë preokupimi joni është se çka na kemi arrit në çet kohën tonë edhe mundësitë tona me bë për gjeneratat që kanë marrë mas neve. Jo, apo e shihni ndryshimet globale që po ndodhin, sa ndryshime të mëdha dhe të shpejta po janë. Kanë herë jo ndryshimet aq të shpejta sa që ti nashta ke pas një plan me bë një projekt, po çaq shpejt po vijnë ndryshimet, taj projekti yt po del kit pe lojës. Se ti s'po mundesh me ec me ndryshimet që po ndodhin për rreth teje. Për ato është na më rëndësi është më kon në hap. Më kon në hap, edhe me këshyr çka po bëjmë na për gjeneratat që kanë marrë. Tash na kemi pas mbram musafir këtu një hojë të nderuar, një hojë të madh. Mulla Jakupin e Shishovës. Shishova është një fshati, kush se din, një fshat për fshatrave të Shkupit. Edhe ai ka ardhur para 30 viteve këtu, domethënë njeri parë që ka ardhur për hoxhallarëve në Minhen. Edhe ai kur e tregoi si ka qenë puna para 30 viteve dhe si o tash puna, po ai Allahu shpërbleft, I lumi ai nesër kur shkon te Allahu, ai kaç ka me kallzu. Ai kaç ka me kallzu, tash ai ish dal në pension ai. Mirë po, na çka kemi me tregu? Na çka kemi tregu? Për ato është, keni dëgjuar gjithë për hoxhën e madh Sheikh Aidel Qarnin. Allahu rujt. Autori I librit Mos u trishtos, sigurisht e keni pasur. Ai e ka një fjalë të mirë, thot, a ka më mirë se sa muslimani me elon jetën e tij vakëf për Allahun. Se tash mirë kishte me qenë njeriu me pas një kontribut edhe një hise në një projekt me elon diçka vakëf. Po jo këtë njerëzit kanë mundësi materiale, jo këtë njerëzit janë të pasur me lon në toka, në xhamia, në ku e diun në dyqan vakëf. Mirë po, sheqare çfarë hoxhë kreativ. Thot çdo njeri ka mundësi jetën e tij me fut vakëf për Allahun. Selam aleikum. E si ka mundësi njeriu jetën e tij vakëf me lon për Allahun, ka mundësi kur se jeta e njerit është potenciali dhe kapitali më I madh që Allahu ja ka dhënë njeriu. Ai krejt jetën e tij e shkrin në ndritën e fjalës Allahut që Allahu xhalla wala thot Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi, kurbani, jeta, vdekja ime gjitha janë për Allah. Dhe ai mundohet komplet kapitalin e tij që ka jetën, që ka kon me vu në shërbim të kësaj feje. E tash ti atje në fakultetin lingvistik në Frankfurt, ky vllavi
datje tjetër, ky vllavi në të fushën e vet, edhe kështu gjithë na, edhe kur të vjen vakti, këshyrim çka kemi bë, çka kemi lënë për këtë fe. Kështu në sahabët e pejgamberit azam. Pejgamberi azam i ka edukuar dhe i ka profilizuar. Edhe i ka edukuar, i ka bë burrat më, po dhe i ka ndonë profile. Tash e keni pa për shembull pejgamberi azam në raste të caktuara, jo çdo herë kanë qenë aktor kryesor Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Alia ose ata sahabët kryesor. Kanë herë për një ngjarje të caktuar pejgamberi u shkua dhe ka gjetë një njeri që neve thotë po ky ka dul. Ha, do të shoqë pejgamberi azam ka pas vizion edhe ka dashur me i profilizu. Sikur e përmendëm mbram, kur ka ardhur puna, kuna më ia tregu emrat e munafikave, e ka zgjedh Hudhaifen radhiyallahu anhu. Kur ka ardhur puna me nis projektin e parë për me i sulmu Romakët për andorin Romake për herë të parë, e ka zgjedh Usame ibn Zeidin radhiyallahu anhuma. Djaliri, saqë shumë sahabe që kanë qenë të mëdhej edhe në moshë, edhe në eksperiencë, edhe kanë qenë të rëndë në kontributin që kanë japur për Islamin, se ky djaliri ky hala djaliri 18 vjet. Bilem ka të transmetime që thuhet as 18 si ka pas, 16 vjeçar, 17 vjeçar. Edhe tash ky me dalë dhe me i pri ni Ebu Bekri, ni Omeri, ni Uthmani, që ata kanë pas eksperiencë dhe kontribut për Islamin ma shumë se sa krejt jetë e atina. Mirë po, shqo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si i ka zgjedh, edhe për ato mas vdekjes pejgamberit alaihi wasallam, kur kanë fillu sahabët me dalë për te kufirit Medinës, për te kufirit të gadishullit arabik, dhe kanë fillu të zgjerohen territoret edhe kufit e shtetit islam, çdo sahabi ka qenë burr i madh. Edhe nuk ai me bë me këshyr në CV-n e tij, në biografinë e tij, ai nuk ka ku me ditë në një njeri për shembull që pejgamberi ka kushtu kujdes të veçantë atina. Jo, ai ka përfituar prej asaj edukatës të përgjithshme që ka pejgamberi krejt shokëve, po ata këtë janë burra. Për ato edhe kur janë shku edhe kanë kërcnu për andorim persiane për herë të parë muslimanët, kur kania i Kisraja thotë çush mora arab janë ardha, po ata buk mos kanë pas me hunger. Thotë Thermanionin, i thotë a din çfarë bëdon me boti? Thotë ti je sikur halli i mizës që e sheh një tegull me mjalt, edhe don me shku me hunger mjalt, po ka mu mbyt, se miza me bë me hin në tegull me mjalt, met aty. A thoni tegull? Tegull, po. Demek, ju jeni shumë të vazhdim, në jena shumë të maj, ju keni ardhë. Tha, na bukna, ju s'keni ditë mungi me buk. A i tha, po, tha, na e vërteto që s'kemi ditë mungi me buk, po thot, Allahu Gjelle wa Ala e ka quni njeri, i cili neve na kanë zjerë prej robris njerëzve e na ka borab të Allahot. Kjo kon Rabi'i ibn Amir, radiallahu anhu. Thot, edhe na kanë zjerë prej ersirave në dritë. Edhe puna jonë është që kjo, njerëzit me i liru pej ibadetit njerëzve e me i borab të Allahut. Edhe tha 72 orë i kia fat. 3 oferta jonë, islamin, kemi mu bo vlazën, kemi me të prap të mret, zdon me pranu islamin, kemi pagu gjizjen, zdon gjizjen, shpata është mes neve. Tha vetëm është protokoll edhe rend, mos me i myt ambasadort se kisha me të myt. Tha edhe qyre nesër, bjerë ma një matë madhë, tha na ketin atë maj. Bjerë ma tha një matë maj, se ky pasportin start, hala pa hi mu taku me perandorin, kish bo problem aty në protokoll. E kish pas një kali pani i vogël, e kish pas bishtin të këputun për gjys. Edhe ky me do hartesha vjetra. Edhe thot unë ko me hi me shpate, ko me hi me armë, thot po s'lejot me hi, thot jo, unë ose kështu hi, ose kthehem. Pastaj kur ka hi mranda aty në pallat, çfarë saltaneti, çfarë zbukurime, ai ka shku dhe ato jastekat e mëdhaja të zbukurum, ai ka marrat shtizën edhe ka fillu me çky kadalat jastekin, me i thon atina se kjo ana vizuele, kjo çka po shihet edhe ky saltaneti juj neve nuk na lën për shtypje. Nuk na lën për shtypje, po e provokon. Ai tha në fund, tha bjerë ma një më të madh, tha se ti, mu marr vesh, tha te na këtë të maj. Të nesërmit ka shku një si Rabi ibn Amir, i njëjti. Ditën e tretë i njëjti ka shku. Nuk kështu i ka bo pejgamberi sa. Për to na i kemi ata shembull, edhe duhet me jap kontributin ton kudo që jemi, në çet fazë se kjo shkon kjo fazë edhe tani vijnë ata të tjerë. Çto ligji i Allahut. Tani edhe dikujt ata shkojnë, vijnë ata të tjerë, po në çet fazë na ku jemi,
sa kemi bo na edhe çka kemi bo. Inshallah Allahu na bën argat edhe shërptor dinit islam, ja Rabbi. Zoti ju shpërbleft. A nuk e kryti shef kjo? Që pyetje përgjigje për sërinë e pyetje. Dhe Bremeni, dhe Bremeni është i ka pranuar Islamin fesë ushtarë, mas Hamburgut. I qyteti i dytë, a? Po. Kjo është Republikë. Republika, po. Kjo shumë është e mirë, se punë e festave, domethënë që kanë pas punë e pushimeve se. Po tash besoj që kjo ka mu përcjell gjithka. Po, kjo është ai signali i mirë. Ka me shumicë votave, domethënë 8 vota ishin kanë kundër, edhe një kishte abstenuar, ma 48 vota për. Mashallah. Shumë mirë kishte. Edhe në qytet në Gjermani më duket Frankfurt e ka leju me ka bo si festa kështu Hamburgu. Po Hamburgu e boni në Kurban Bayram do thotë. Ka do. Festë zyrtare shtetërore. E kjo mirë se puna e Bayrameve, domethënë puna e lejeve për xhamia me minare, këtë domethënë hyn çast në zyrtarizëm. Është puna se na duhet ata që rinj, këtu duhet më shkollu. Pa ma parasysh pengesat që janë edhe vështirësitë. Se nuk duhet muslimani me vetë vazhdimisht krah pune. Edhe më punë të ulta. Pra shkak domethënë urime për të vëllezërit që janë studime. Se shumë është më rëndësi do thotë me qenë njeriu i ngritur të intelektualisht dhe me shërby, do thotë komunitetin e vet edhe vendin ku ai jeton, po për një niveli më të lartë. Por mos më qenë na me vazhdu se përderisa janë mundësitë edhe kushtet, nuk duhet me ne të kote. Fatkeqësisht një pjesë e madhe e rinjëson para pëlqen me qenë, domethënë, me punu fizikisht, a nuk shkojnë shkollime. Shkollimi edhe materialisht, po edhe me ndikim, po edhe fetarisht, ti leton punë. Se tjetër e ku ti i din, domethënë, ligjet, mentalitetin, rregullat, edhe lufta jote për drejtat tuaja bëhet më nivele më të larta. Po edhe ndikimi i shoqërisë, tjetër për flet për shembull ti si intelektual, i shkolluar me shok, kolegë, për shembull në fakultet, atje në universitet, me profesor, krijon një opinion pozitiv, sidomos se njeriu është pak i urtë edhe i ditur edhe i mençur ditë se si me menaxhë situatën. Kjo është punë shumë e rëndësishme. Kemi thënë në disa vite me radhë ku vim këtu në ligjërata që mjaft më domethënë namaz sabahit mushet xhamia komplet. Namaz sabahit në xhamin e vjetër, se tash xhamia e re është, se tash 2 xhamia aty. Domthon këtë xhamia mushet me namazdi. Po në sabah, po një orë. Edhe atje dhe më thonë krejt din me lexu Kur'an, këtë mija shkojnë me mësu të hoxha, qikat si ta krynë klasën e 8 mos i lojnë për shku shkollë. Mashallah. Nese, kjo është tash çështje që do të me diskutua, do të me shequ. Jo, po do të me shequ se një femën e shkollume është, ha? Po është kultura e islamit, po tash normalisht ato devijimet, po brumi është islam. Që mos me lëmë. Jo, nuk po flasim për këtë element. Për shkak se Islami, pejgamberi sa më thot talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Me kërku dije është obligim për çdo musliman. Çdo musliman, aty është sikur gjinia mashkullore, ashtu edhe gjinia femërore. Dhe Islami nuk e ndalon kërkimin e dijes. Islami i ndalon pislëqet që mundën me ndodh gjatë kërkimit dijes, përzirja, burra, gra, ama Islami nuk e ndalon. Unë kam qenë në Angli, do të thonë që 4 herë shkoj në Angli prej 2008 se kam një përvojë mirë me ata vëllezërit, është një xhamat mirë të Shqipnisën shumica, mashallah xhamat shumë mirë. Ata tregojnë domethënë në Angli ka shkolla jo islame, shkolla jo islame, ato janë krishterë. Ka shkolla të femnave. Edhe ka ato shkolla që të përzi me mashkuj edhe femna. Edhe ata kanë bërë studim edhe kanë pasur se shkollat që nuk i kanë të përzim gjinit janë shumë të suksesshme. Edhe probleme ka më pak. Normalisht këtë na është një çështje që na nuk duhet me të na kjo është çështje luks, na nuk kemi në të fazë, të na nuk duhet më bëj ky muhabet, na jemi në një fazë shumë larg të na. Të na jemi në një fazë shumë larg, po ajo që na duhet me bë, edhe çka mundet me lejen e Allahut me na i mbrojt familjet tona, po. Me na i mbrojt familjet tona është që na duhet me punu me familjet tona, me fëmijët tonë. Edhe me i respektu ato që na i ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Në moshën 7 vjeçare mësojmë fëmijëve namazin. Në moshën 10 vjeçare, nëse fëmia habiten mas loje, duhet ka pak me përdor edhe shkopin
për me kriju shprehinë dhe kulturën e namazit. Kështu që ai deri në moshën 14 vjeçare, parafarsisht kur hin në moshën e pjekurisë hin mbyllët, ai 7 vjet e ka kriju shprehinë për namaz. Edhe pastaj ai është i gatshëm. Sigurisht në këtë fazë fëmia duhet deri në këtë fazë fëmia duhet me ditë të gjitha gjërat elementare të fesë që duhet me ditë. E këtu patjetër hyn edhe leximi i Kuranit. Do thonë një babë dhe një nonë që fëmia vet i ka bërë 10 vjet, edhe ai nuk din me lexu Kur'an, ajo babë nuk ka babë mirë. Do thonë një babë edhe një nonë që fëmia vet i ka bërë 10 vjet, djalë ose çik, edhe s'di me lexu Kur'an arabisht, ai nuk ka babë mirë. Mund vjen kesh, dikush më mëkon unë ai, po kjo kështu është. Se unë kam punu shumë me fëmijë, edhe për 2 javë ditë, fëmijët prej moshës 8 vjeçare mësuan me lexu Kur'an. Për 2 javë ditë. Kur mbo 2 javë ata nin Kur'an. Sigurisht ti ke nevojë të limeta me ndajt deri edhe 6 muaj edhe 1 vjet deri sa të mësohen mirë. Mirë, po shkronjat me ditë me e dallu, këtë shkronjë për kësaj shkronje me ditë me e lidh shkronjën me shkronjë. Po ata për 2 javë ditë. Atash. Tek ne këtu të jo pak më këtu nuk e di, mundet më qenë ashta më vështirë, për shkak se vendi më i madh, ti ndoshta jeton në një vend edhe banon në një vend ku ndoshta se ki xhamin ngate, munden me dal lloj pengesa. Po të na atje nuk ka kërkush arsye. As nuk kemë pagu parë, as nuk kemë pagu hoxhën as. Edhe mos më qiu fëmin tante, edhe më mësu Kur'anin, kjo është e papranueshme. Dhe hoxhallarët e vjetër kanë pas një metodë shumë të mirë, unë e kam përmendur edhe mbram. Hoxhallarët e vjetër, domethënë i kanë mësu fëmijët mësim besim edhe u kanë mësu Kur'anin. Edhe shumica atyre që kanë mësuar me lexu Kur'anin e kanë bërë Kur'anin hatme të hoxha. Domethënë prej fillimit deri në fund e kanë lexuar një herë Kur'anin. Toni ka pas asi që kanë dashur me vazhdu kanë mësuar dhe pak përmend çfarë thënë. Unë në qytetin tim njerëz që në kohën e komunizmit kanë qenë shumë njerëz të mëdhej të komunizmit. Ata vetëm kanë thonë. Domethënë janë kanë fëmijë, e kanë bërë Kur'anin hatme, dikush ka mësuar një gjuz, 2 gjuza. Edhe kur janë rrit, ka ardhur komunizmi, kanë marrë pozita. Tash mas lufte kanë kaluar, domethënë diku 40 vjet ose pak më shumë se 40 vjet e kanë pas një shkëputje prej fesë edhe prej Allahut. Ama apet tash janë kthi. Adem se janë kthi se Kur'ani e ka themelin të fortë. Një njeri që ka bërë Kur'anin hatme, ai herët edhe vonë ka mundësi të Kur'anit. Herët edhe vonë. 40 vjet të kput prej Allahut, 40 vjet. Nëse Allah i ka bërë rahmet, sa i ka mujt me dekë edhe Allah e din si ke shkuaj. Po mas 40 vjetëve vlera e Kur'anit edhe shejtria e Kur'anit e ka kthyer njëri. Ma nuk kemi të vetëdijshëm çfarë obligimi të madh e kemi ne me fëmijët tonë edhe me familjet tona karshi Kur'anit. Ka vitin e kaluar një burr i 5 i cili në moshë të hershme ka shkuar në Turqi dhe jeton në Stamboll. E dini, plot njerëz tonë kanë shkuar kanë bërë hijrat në Turqi. Edhe ai elhamdulillah Allahu ja ka dhënë një familje të shnosh edhe janë familje shumë e suksesshme, janë milionera në Stamboll. Edhe ka orë vitin e kaluar në Stambollit me shoqën e vet, me orë në haxh prej Kosovës se në Stamboll ka shumë kallaballak. S'dvjen rendi, saj nuk i ka 65 vjet, është më i ri. E ata i kanë thonë veç kush i ka 65 vjet se do të më jep përparësi këtyne që kanë më ples, se ata dekin ka mundësi që desin më herë, se kjo çështje veç Allahu e di. Kurrë më herë. Po. Edhe ai ka orë më shku, edhe kur erdhi në haxh, mirë. Alhamdulillah, burri mirë shumë. Erdhi tash këtë vit prap më në haxh. Edhe erdhi në Ramazan. Kur erdhi në Ramazan tha hoxh, tha unë do më shku tha prap këtë vit në haxh. Do të më shku bedel për dikon të familjes, edhe me gruan e vet. Po i tham, o haxhi, po si e ne mirë aty në zyre të unë. Tha hoxh, ka edhe diçka tre. Hajde për hajr. Tha kom nis me shku një kurs me i mësu shkronjat me lexu Kur'an, se kur kesh në haxhillok vitin e kaluar, shumë e kom ndi veten keq në qabe në xhamit pejgamberit kur i shisha njerëzit që mërshin Kur'anin, unë s'disha. Tha për një moment kur jam dal para qabes, para Bejtullahut, edhe i kom pa njerëzit kanë shku 2 orë para se me pa namazin e sabahut, edhe ul para qabes me Kur'an. Tha për një moment kom thonë, krejt ato miliona euro që i kom, që tash i kisha jep veç me pas Kur'anin. Tha, po kom shpresë që kur vjen koha desa të shkojnë haxh, ku më mësu me lexu Kur'an. Kur ardh vakti,
se do thonë ai prapë kthy pe Istanbulit, mon haxh prej Kosovës më shku. I thash o Haxhi Zenon e kam, shumë vërimi. A mësova me lezu Kur'an, tha, po alhamdulillah, ja thash, stash ki me shku. Tha, qëtash, tha, bilem ka qenë, ai i kish pason edhe një shokit tem, një hoxhi mirë është, kena mësu bashkë me dine, hoxhi Sami a kish thonë, po që tash tha e kom bo haxhin edhe ma mirë se sa vitin e kalon. Po thonë, gjardat e 2-3 vjeqar. Po një djali i ri, që ka 25 vjet, 30 vjet, zdin me lezu Kur'an. Çka li pa e bre? A dhe çka li pa i? A bëdim prezren çka li? Kena këtu hoq. Allah jam, 30 vjet zdin me lezu Kur'an. Çka preti? Zdin me lezu Kur'an. Që sa falë është 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet. Zdin me lezu Kur'an. Çka preti? 5 vjet po bën namaz. Zdin me lezu Kur'an. Qysh mirë, hajde që unë po të më ta gjet një arsye. Cila është arsyeja? Na dim çka është Facebooki, na dim çka është Viberi, e dim çka është Tango, e dim çka është Skype, e dim çka është La Liga, e dim çka është Premier Liga, e dim Hotmail, Messenger, çka s'dim abdan, din Fave, din Diesel, DSG, ato, këto, gjithçka din, dikush e ka një profesion që ka riskin ja ka pa Allah, i din krejt din abdan. Njëri din me ndres motora, tjetri din auspua, tjetri këto. Ti ke çto ke mësua, po ke mësua. Pse ke mësua? Pse ke pas merak, ke pas një interes, ke pas. Po mirë, pse s'di me lexu Kur'anin? S'ka interes. S'ka merak. Se me pas merak, me pas dashuri, po ja pra hoq që ta shumë ke fol ashpër, nuk jo ashpër kjo. Kjo ç'shto është? Na ashtu në me ta bë çevin ty me të bë, e ndresim na. Kjo është ç'shto. Kjo punë është ç'shto. Po, një djalë që një vjet që po falet edhe që hajde edhe 2 vjet, mund e marstu. Tash kur kesh në Angli, aty është një xhami në zonën e dytë Finsbury Park, edhe një hoxhi Algjeris, e kesh pas një njeri ngat, një djalë në 30 vjet, lexoi ke Kur'an. Edhe po më thot ai hoxha algjerian, tha që 4 ditë e ka pranuar fenë islame. Anglezi. Si e ka pranuar fenë islame atë ditë, të nesërmit ka thonë do më anis me mësu me lexu Kur'an. Me njerë. Pse ai është i etshëm. Sa ju kon kufër, ai ta shumë ja din vlerën islamit ai. A din sikur një njeri që u kon fukara shumë, edhe 20 vjet ka hek me fukarallëk, u rit me fukarallëk, kur t'ja qel Allahu derën e rizkit, ai sa ja din vlerën, se e runa kon. E runa e pëton, nëse ka fitu me halal, se s'le fiton me haram, ai shumë i keq. O, çka bëhet i keq ai. Çka bëhet i keq. Si në Kosovë na që kemi sa të këshijon. Qysh qohon pesh, qysh prishen adin. Ama ai që ka fitu me halal edhe 20 vjet ka vujt pe varfris, s'është ngi kur buk mirë, s'ka pas këpuca. Ai ja din kimetin e falendron Allahun. Ashtu edhe ai kafiri që Allahu ja ka hap zemrën uhin islam, ai ja din vlerën e islamit. Ja din vlerën e islamit. Edhe kallzoi që nuk e di kush ka kallzu. Po më duket pe Hoxhirfani më ka treguar, nuk e di dikush pe xhallarëve tonë të nderuam, kallzon dikush këtu në Evropë, i ka thonë kur e ka pranuar islamin dikush në Evropë këtu, i ka thonë ai pastaj atij hoxhës ka thonë, vallahi nuk jeni musliman të mirë ju. Qysh na keni lënë në kufër ju neve vetë. Qysh na keni lënë në kufër ne. Apo nuk e di, pe dikujt e kam një dhone, qysh na keni lënë në kufër. Jo, nuk jeni musliman të mirë. Qysh na keni kallzu këtë lumturi. A dem se ai ka qenë i etur, ka qenë i uritur. Na, për ato në këtë kuptim, pejgamberi a.s. thot khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam idha faqahu. Të zgjedhurit e juaj që kanë qenë në ignorancë në jahiliet, ata edhe kur hynë në islam mbesin të zgjedhur nëse e kuptojnë ashtu si duhet islamin. Dhe më thonë, kjo nuk qëndron me thonë se njeri është ma mirë njëherë më konë gjahil ose më konë qafir të një, kjo nuk qëndron. Mirë po, ata që e kanë provu njëherë të keqen e sherin e gjinat e haramet ose kufrin që kanë qenë, ata kur hinë në islam. Shumë din me çmu islamin. Shumë din me çmu islamin. Se islami është dhurata më e madhe që Allahu te baraka ve taala ja ka jap dikujt. Për ato Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma diku ka fundi jetës ti i ka hup syt. S'ka pa. Se kur ka marrë vdes i ka qel sytë dhe ka shti ujin.
Edhe thonë një pjesë e ulemave se domthon ai aq e ka marr avdesin me përkushtim, aq e ka kuptu edhe e ka përjetu avdesin, sa që o frigu, ai këtë vepër që ka bo, kjo është ngarkesë e pa nevojshme. Ti nuk ki nevojë me shti ujin brenda në sy, e lanë ftyrën edhe mjafton. Po ai për kushtimit. Edhe kur kanë ardhur njerëzit me bo zjaret, me mbet njeri pa sy i verbërt është zërë, se mbet ka thonë, i ka thonë, ai ka mërzit e shaj, po vi njerëzit me jep gajret. Pse më mërzit? Alhamdulillah mu që s'mi ka marrë Allahu sytë e zemrës. Edhe alhamdulillah që e kom guhën unë edhe e përmendi Allahun. Pse mi ka marrë Allahu sytë? Alhamdulillah. Don kët lumturi e shpreh një njeri që Allahu ja ka marrë dritat e syve. Pse? Se lumturia në fakt gjendet në zemër. Dhe lumturin e ushqen. Edhe brumi i lumturisë është imani. Është imani. Për ato Ibn Taymi rahimahullah thot, ai i cili në jetën e tij arrin maksimalisht me e vërtetu robrinë e tij ndaj Allahut. Abdullah, domethënë epiteti edhe titulli më i madh që Allahu ja ka jap robit është Abdullah, robi i Allahut. Kjo është titulli më i madh. Nuk ka nder më të madh. Dhe thot Ibn Taymi rahimahullah, sa ma shumë njeriu në jetën e tij të përditshme e vërteton në përditshmëri këtë titull, Allahu Jalla wa Ala ja mbush zemrën me robrinë ndaj Allahut edhe me pavarësinë ndaj njerëzve. E bën të lirë. I lirë është ai që është vetëm robi i Allahut. Çai është i lirë. Sot shumica e njerëzve janë ose rob të epshit ose rob të gjunahut. Nuk janë të lirë. Liria është një koncept që njerëzit kufizohen në konceptin e lirisë vetëm në ato konturat, a ka drejt me lëviz, a ka drejt me dal për shtëpis, a ka drejt me fol. Po këto janë pjesë të konceptit të lirisë. Po liria më e madhe është kur njeriu e vërteton robrinë ndaj Allahut, dhe kur ai e vërteton robrinë e Allahut, ai ka nevojë edhe varshmëri vetëm prej Allahut dhul xhelal. Dhe nuk pranon me pas më nevojë prej askujt. Që është njeri i lirë. Nuk s'ka nevojë më përkërkon, veç për Allahun Jalla wa Ala. Për ato sahabët, aq seriozisht e kanë kuptu këtë element, sa që ata s'kanë pranu me kenë të nevojshëm për askon për kur gjo. O konë deve, edhe i ka ra misfaku prej deves. Devja është një kafsh që kur t'ullet, ose kur t'qot, ka një farë procedure. Nuk bjen me njerën toka, këtan. Ai ka konsideru se nëse i thot një shokit vet apo ma jep misfakun, ka konsideru se kjo është varshmëri. Ti po bosh i nevojshëm për një... Kjo nuk o gjuna me fe. Po ata, si kriteri kanë pas. Vele unë e kom pas edhe një ders është, nështë e keni pa. Unë e kam marrë një shemull, sa djemëtëria e keni pa, qëfar varshmërie e kanë. Nuk din mu vesh. Thot nonës, kuj kom qarata, kuj kom tesha, kuj kom jaknën, zin më ongër buk. I thot nonës, bjej muj. Buj i lip nonës, o gëmë. Subhanallah. Nonës i lipoj ajo. Nonës, për qyrë me i lip nona, ajo është tre, po këqyrë të lezër, thonë, qëmë nonë bjerë ma doj? Nona qohët, se nona është nona, vëtan. Nona është nonë. Po kjo pa edukat, për me i thonë nonës, unë smuj me dit, a mundet që shmund me a qitë goja ti, nona me ndoj. Audhu billah. Burri me i dhënë nonës bjerë ma doj, audhu billah. Kjo është. Unë këtë smuj me e marrë vesh, smuj me e kuptu këtë punë. Jo pësë është gjuna, po kjo është pa edukat ndaj nonës. Nonës me i thonë bjerë muj, për ato dhe me thonë, sahabët, kështu e kanë eduku vete. Na duhet në këtë pikë me punu. Na duhet më marë me e vërtetu çdo ditë robrinë tonë ndaj Allahut te barekuhu teala. Sa më shumë e vërtetojmë në jetën tonë të përditshme me vepra, me sjellje, me qëndrime, me fjalë robrinë tonë ndaj Allahut, Allahu na jep liri. Edhe na bën të pavarur, independent, i pavarur. S'ka më mirë se sa njeriu më koni i pavarur. Si Ibrahimi alayhis salam. E kanë marrë, e kanë qitë në katapult. Po dinë e kanë qelat gropën e madhe, kanë gjujt aq shumë drua dhe kanë dhez një zjarr të madh, saqë aq ka qenë zjarri i madh,
nuk kanë ushtarët s'kan mujt me shku me gjujt afër si kish djeg, po e kanë qitë në katapult, edhe ajtash e kanë lëzhu, po vjen, që po vjen, 1, 2, 3, po vjen. I ka ardhur meleku Gjibril. Edhe i ka thonë, a ke nevojë për ndihmë? Që po vjen aja, po vjen. Sekonda. Thot për ty jo, për Allahun po. Kjo është i pavarur. S'ka ai varshmërinë ka vetëm ndaj Allahut xhalla wa ala. Se ti i varur për diçka, atëherë këtu nuk shkojnë bashkë. Ti je i varur vetëm prej Allahut. Prej krijesave tjera nuk i varsi. Por ato çka ka thonë pejgamberi sa çish e ka eduku Abdullah ibn Abbasin, ka qenë djalosh i ri, ka thonë ja gulam, o djalosh, inni uallimuka kalimatin, po ti mësoj do fjalë të arta. Ihfazillaha yahfazuk. Ruje Allahun, Allahu ka me të rujt ty. Ajo çka është ka fundi hadithit që na konsiston me këto çka po duam të përmend, thot nëse krejt dunjaja, njerëz edhe gjint bohen bashk me ta bëni të mirë, Allahu nuk don smunden. Don me ta bëni të keq edhe nizar nuk munden. Kjo është akide. Kjo është akide, pse? Si Musa a.s. se pejgamberët e Allahut kanë qenë njerëzit që më së miri kanë ditë me promovu jetën e tyre. I ka thonë faraoni, merre popullin tënd dhe lëshoje Egjiptin. Merre popullin i shkreti, çka më bëj kam. O nis. Kur nis, i kanë thonë këshilltarët ke bë gabim, kjo është gabim strategjik, pse? Po ky ka më shku me gjet një vatan tri, ka mu boj fort, ka më ardh neve edhe me na marr Egjiptin. I thotë, çka më bë? Thotë, po shkojmë pe mysim. E aktivizon krejt ushtrin. Edhe kur afrohen, populli Musës i sheh. Thot inna la mudrakun. Ja nisin ata me imon dopt. Monafikat. E patëm në zonën. Se përpara e kish detin e kuq. S'kish mo ka më shku me hin deti. Mrapa më kthi ushtria. Musa a.s. tha, kella inna ma'i rabbi sehdin. Ja tha, me mu është Allahu jam. Ai ka më na hap neve rrugën. Edhe po e dinin ngjarjen, Allahu xhallahu ala bën mrekulli dhe e ndan detin e kuq. Kështu kanë qenë domethënë pejgamberët e Allahut, pse? Se e kanë vërtetu edhe e kanë promovuar jetën e tyre të përditshme, robrim ndaj Allahut te barekuhu teala. Kjo është puna më e madhe, vallahi vllazën. Këtë na duhet me punu për këto. Kjo është puna më e madhe. Për ato Allahu te barekuhu teala Ibrahimin e ka cilësu në Kur'an një njeri sa një ummet, kana ummeten wahidan, kana ummeten qanitan lillahi hanifa. O kur një njeri ose një ummet, Allah. Një njeri ose 100 milion njerëz. 100 milion njerëz nuk kanë vlerë asa një njeri, ndonjëherë. Një njeri kanë era ka vlerë më shumë se 100 milion njerëz. Një njeri i pushton 100 milion njerëz. 100 milion njerëz janë frigacaka, janë një njeri i pushton 100 milion njerëz. Sikur Ibn Taymi rahimahullah. Ka shku Gjingis Kani, tatar, ata mongol kanë qenë njerëz barbarë, egër. Kanë hinë Bagdad edhe kanë shkatru Bagdadin. Bagdadi ka qenë kryeqendra e khilafetit islam dinastisë Abasite. Aq shumë kanë bë krime, Tigri edhe Eufrati, 2 lumejt njohur, njoni e kanë ndru ngjyrën e ujit prej gjakut. Deri në 70.000 njerëz i kanë prej, sikur tregon Ibn Kathiri në Bidaje. Lumi tjetër e kanë ndru ngjyrën për shkak se i kanë djeg librat, bibliotekat. Janë kur barbar, tegër njerëz. Kur e kanë shkatru këtë Bagdadin, janë ja kanë mësy Damaskit. Edhe ai sultani i ka bë gati njerëzit me ik. I ka thonë Ibn Taymi, po shkon. Ka thonë po çai kanë bë Bagdadit. Ata atje u kon kryeqendra e khilafetit, ata i kanë shkatru para më çka na bëjnë neve. Ja po thosë s'kan çama na bë. Na kena me i mujt. Ai thot po nalsh ti, apo del ti para tyne, thot unë dal. O sultani kon, ajo kon i pari. O del ti. Edhe ka dalë Ibn Taymi përpara. Me bindje, me qëndrime. Edhe e ka shpëtu krejt shamun. Pra, një njeri ka vlerë më shumë se, në kësi raste ka. Ose Izz ibn Abdus Salam, një hoxh shumë i madh pe ulemave në Egjipt. Khalifja i ka bë dohile, edhe e ka bë pallatin, e ka ly me dukate, i ka bë do harame. I ka shku hoxha, i ka thonë me i hek të sende, kam pse me i hek. Ka thonë se hek. Ka thonë poplit na do na melshu Kairon. E ka marrë magarin, i ka hyp gomarit i pari. Krejt populli i Kairos mastina.
E lën vetëm guvernatorin, një hoqë, çfarë burri ma. Ka dala I ka thonë, krejt kena me hek, krejt haramet veç rri këtu, hoqë. Rri, se krejt poplin e ka marrë me veti. Ama ku me gjetë kësi hoqë? Ku me gjetë kësi hoqë? Po, unë, kur të tuni jo? Mentet Benzine. Nëse me drita skandal, halo, La ilaha illallah. elemente dhe më thonë sakta fetarisht që të këtyme ndryshime në botën islame, ato që janë jashtë normave fetare. Që ato ka qenë, dhe më thonë, pjesë kryesore të debateve, gjatë 2 ditëve që ka qenë. Por neve si musliman që jemi në diaspor, shumica të muhabeteve nuk ka nej peshë rëndësisë të na vlen gjithë rregullat tjera, po thjesht prania jonë aty në takimin me ulemadin tregon se veç kemi fillu me pas një vlerë, domethënë, edhe kontakte që kemi me ulemat, veç kanë fillu me marrë domethënë nivel dhe stadium më të lartë. Kjo është e mirë e kësaj, alhamdulillah. Do të dallim për shembull për shumë stave gjive që mund me qenë në Evropë dhe në Amerikë, shumë në të Balkanëve që kemi arritë me qenë pjesë integrale dhe më shumë divizjeve të mbaja umetin islame. E kjo është e mirë, kjo është sukses. Pas kështë unë. Ke edhe një hoqë ministrisë e Abu Dhabit ndo këtë ke. Në Kosovë do të punon si këshilltari I parlamentit e Abu Dhabit është. Ku ke? Shqiptar? Po, edhe të kë kallëzon para një vjetë. Shqiptar, hoq, kish mësu në Abu Dhabi atje mësu. është si këshilltari I parlamentit aty. Po emrin kam harruar. Qysh? Hussein Seraji do të ka pas të qendrim. Kur ka ardhur I presidenti qendrimi, po pushteti I Kosovës nuk e ka vazhduar I qendrimi. Kishë asnjë martum me shqiptar? Jo, ka pas dhe qendrime në bazë UNHCR si refugjat. Edhe këtu në po në Jordan, po le të kemi në Jordan, Irak, besoj që Po të pak për falakat puna të jap në zhytet. Se për të shefshetin e për doktorën e pretendentën. A çka kanë konserve I pyetjes, a? Po edhe kur kona kur ke për 2-3 javë e pas kanë pa pyet, ai thonë në goën të rivalit, tha nuk duhet sa më fal. Kur nuk më fal. Kur në është hoxha në hudë. Jo, në hudë bëtë ta kur të është. Mirë pa I që shë spikoj, për se më thonë nuk është farz kjo punë. Ta 5 vakë janë farz, jo 6. E sa me këtë duhet ta më ullë, kur të është hoxha në hudë. Po, ma që këtë argumentin se 5 namaz janë farz e përmenin edhe për vitrin. E përmenin, dhe më thonë, edhe për të jetë me gjithë. Po I themi na mirë, për namaz e gjenazës, se thonë jo të mund që është farz. Për vitrin në thonë që është vajib. A se farz teme për vitrin. A thonë që është vajib? Po, dhe për vitrin thonë që është vajib. Ama vajib jo të farz. Ama oni dhe të edhe për këtë vajib kuptimin e tyre. Jo për nacion, ose sunet. Jo, ata thonë që është sunet edhe me po jo logjika se veç 5 namazë kemi fal nuk qëndon. Se të mëdhëpa në fi për shembull namazi Bajramit është vajib. Namazi Vitit është vajib. Ata namazi I gjenazës është farz. Më ka më shumë se 5 farze, 5 namazë. Do të argumentojnë kjo është përjashtim nga namazet që ditore. Vitri. Jalla, sot so pajdo më shëser në fshtatë. Çfarë se shkojnë në udhim, po nuk të fali vitrin. A me problem? Shumica ulemat që është sunet, edhe pejgamberi kur se kalon, edhe zban me lon.
A më nëse të lënë, s'ki përgjësi. Sa në më shumë kur të përru dhe më shumë farë, me falit vitin, si jaftë. Po, kërë më nëshme falë vitin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që farës në ka falë? Në lëvizje kështë. Ullur, në pa lëvizje. A vitin e ka falë teve. I pëkjerit Allahu akibar, edhe vozit edhe falësh. Nëse mund është me vot dyjat, nuk është të një bërë. Sa e ka ecë, devën e ka ngra, aftën edhe është falë. Që mund kur jemi luftim, e bërë shumë. A që ka automatik kene, ka letë. Kene automatik. Që vu... Me bëllë lafta. Shumë kur jemi luftim është po e vështirë, shibja shumë ose shumë ftoft. A bën me falë në kërë? Nëse s'mund është me falë jashtë shumë fortunë e madhe, edhe s'ki vend për shtatshëm që më në gjendë, dhe e falë. Ama nëse jo. Po më pyetja për motrat, nëse jemi në motrë. Jo, është interesant që kjo. Gratë, Po dhe gratë. Po dhe gratë, mund me konë motrë, mund me konë non, mund me konë grue. Jo motrë. Gratë, valla. Për femrat ose gratë. Misa. Do shumë dhe nëse jena në udhtim, edhe na normal që dalëm e falim jashtë. Vjen e njëjta për gratë. Njësoj, pa ku një falë dalë. Duhet patjetër me dalë jashtë me falë. Unë e moj men si më herët po të filluna me fut për namazin, njëra për argumentin e qyshtë është gratë me shku në fush më u falë. Pse se kur të falën, ta që të shkën të ruku e shkën seqë të më thonë trupi ti me bot qash galet madha ata, po edhe me lonë namazin. A duhet sa ka ndjerë pak... Po normal, gruja të bëllon, në start nuk ka dallimes namazit gusë edhe të burit, faktish, po ajo nuk është përgjithësia jote. Ti ke obligim me bëj për Allahun, apo. Kushdo që do të thonë shikoj me si të ka përgjithësia është aty, nuk është se jote. Se më pas mos i ti me bo për shembull si çadër, ku falësh, mirë më pas mundesh. Më mirë është me gjetë pa mundësi nëse ki mundësi pa Po. Si në qërshë edhe shtit deret. Po. Mes dy dyreve. Po, normalisht, ajo për siguru pozicionin tonë, ama për ndryshe njëtë është obligimi si për burin, si për gruan, mu falë domethënë me qiyam, me ruku, me sesin atë në rukën e namazit. Dhe ato nuk bin poshtë në asnjë rast përveç domethënë kur është e pamundshme mu realizu. Sikur se rasti që përmendë është fortunë e madhe, s'ki vend mbulum, s'ki vend domethënë edhe nëse s'falesh ik namazin, atë falesh edhe ul. Ose shembull je në aeroplan, udhimi është i gjatë, dhe ti nëse se fal namazin kot ik namazi, a më çun kom me fal slon, atë dhe falë ul. Po do të më falë më sonë kur Jo. Kazo. Jo. Ja respektoj Kazo. Kur je obligime, se ti atëra shikoj se është rregulli shumë i qartë kuranor edhe është rregull i madh fekor. La yukallifullahu nafsan illa wusa. Allahu se nga njëri se s'ka mundësi ti ke obligim me fal me qiyam me ruku se kanë ruknë. Në atë moment që ti smundesh më i bë, bin për te. Për shembull ti smund, grip kie. Kjo kështi trupore, smundesh me në kom. Falesh ul. Ti farze ki me fal, më fal në kom atë. Jo pse s'ke mundësi bi obligimet. Edhe në këtë rast mundësia nuk është objektive, është subjektive, nuk është subjektive, është objektive. Kur nuk është prej teje, po është për rrethonave që i ki. Edhe ti smundesh më u fal, edhe me dash, atë falesh ulë, namazi është rregull dhe s'ke nevojë me përsëri. Edhe kur është dimën për Serbi kur vim me kerr, është shumë vështirë. Shumë ftoft i madh, atë seri fort, sa bëj çdo rrugë ka Serbia diku. Po, ama në pam benzinit, nëse nalesh, edhe gjen domthonë vend përshtatshëm ka. Unë për veti përpara kur thoshë për Bullgari me kerr, ka bova ki për në haq, domethënë të shku të ardh na ka zonë namazin në Bullgari, po në benzinit më në qosh. Jemi falë, nuk është në një, domethënë. Nuk bën me lën parking për shembull, si këtu në Evropë ka parking s'ka kur zhon, aty veç parking aty në ndihmën nëse është vështirë. Unë parandaj mua që ishim në Hagen, për edhe për Hamburgut për Düsseldorf, kur u nisëm. Na nisëm para sabajit. Po desh sabaj më falnu, atë ishte bortur. Po parkingu në arena, ishte përgatit Abdurrahmani, kishte marrë si plastikës senedin, edhe Allah, për falën farzin e sabah, se bike edhe bo, ama kur kitis që kishtu, bilim a unë se gjade but poj, desa u lak, ajo ne falën farzin. Ate kishë një të gumës, edhin edhe, që ati në pak, u falën, ma velhamdulillah. Për bura kërë është shumë derë, nuk është shumë derë, me grash pak kërë, po, kishë një vend ku ka strejmë, se në dhe falësh. Nuk ka, adin, kur ti është i krenar me fejnë tone, edhe kur ti është i bindur, nuk i problem. Unë më kujtohet një rast
isha të udhëtuar duket për në Londër çat vit 2008, edhe ishte aeroporti i vjetër i Shkupit. Ishte fluturimi para Savajt, apo u vanu. U vanu 2 orë, duket na me në sallën për me hip në aeroplan. Ajo kon sallë e vogël, u bën 2-3 fluturime edhe në këto vanesë apo shumë kallë. E tash vakti veç mo ikë. Edhe unë po e ves ato policë tash ka ashtu veriu, tash ka pa duhet ju, tash ti ka veriu aftën. Edhe kur pas e vakti më po mikun, se ja, veç jak në nxjerrë fal Allahu. Sa bën? E njëri tha be, unë fona be, më tha çeve në aeroport se më po fona, tha bravo të koftjeri. E tash, ama jo, ai është një argument plus një motiv për atë, për shembull se ai falet mirë po ja kur është në rrugë, për shembull se ka guximin, kur shefti tu fal. Kjo është davet. Edhe ne merr guximin atë më fal. Unë edhe në Budapest u kthie, nuk isha tu kthi pi Finlanda apo pi në vend tjetër, sigurisht pi Finlanda, mos jam kon. Kur edhe në Budapest, se ato kom për para aeroporti Budapestit në Dërmjetësus, dhe në Malevi se po në ke. Edhe në tu prit, tash aeroportin tjetër për Shkup, kur këshiri një grup jahudi ishte, më tonë, me ato republikat e veta, sheshirave republikave në më. Edhe me ato zyrive të veta, është rinë njëni imam, edhe saf për masë. Edhe vën kom, po. Në kom që është të kom, po. Edhe subhanallah, ata me gjemat të falë, edhe neve në me në mare më vonë aeroportin. Edhe me imam, njëri për para, këtë tjerë për masë. Delka, ata për prika t'i koshan? Po, po. Dhe shia si prinë kur këshot. Arturës dhe kisha shumë. Kisha t'jo është... Të lirë prisë. Edhe tua, se liku shpejtojnë, se shumë i zanë me punë edhe po afrojshtë, në gushtojshtë. Subhanallah, tash nisën mbrin xhamia e lartë, ajo këndë, edhe tash i ku s'kisha në mënyrë tjetër, në bashkë me i qosh ke banofi, s'pe që aty nuk ke banofi malë, ku shumë njerëz të kaloj, e shtrova, por në kur vjen do siguritas, mos jesh diçka në rregull, çka ke ti mua në besin bojnë unë hiç më ashtu, ai më lur mua këtë, çka më ata voni kështu. Faruk polis si bash përgjigje pas ka përballë apo s'kishte menduaj Ka ndodhur architekt apo ata pronar të shtëpia apo punojnë. Më zishin du namaz të falen. Erdhë vetë diçka. Kur mi po kom dafën. Okej. A ka ndodhur pronarja e shtëpisë? Tash në Gjermani ti vesh ata vetë të rrogësh që duhet më fale kështu e ç'ja bojmë atë që besojmë na. Ai kundërshtoi kë ka bën. Ja thashun e këshira koha drejtë se i ban të tinkat. Misa vella shtrut e pia. Prit. Do pak fuca do lidha namaz. Por edhe ajo pronare shtëpisë. Jo be, se këtë vogël. Ku ka bërë të falen, u kthy të mas. Po më të mboja. Ata kisha shpjegu. Ç'është kështu mas? Po punojnë tash me Gjermanin kur tha, a tha falja, tha po, tha kjo është gjë e rëndësishme në jetën që bën njeri. E Gjermani këshirin, tha më losi që tash kam folë të nditën. Ama ta ishin konë, qka në këta me atë peshë këtë gjërë? Ja, me ta qas një, po që se pedhe një. Qërë se këtë këta kështë me atë peshë? Shka do me thonë ke luga kështu që i këteve? Shka do me thonë? Shka ka një peshë këtë në gjesin? Njavët ba. Qas ti shkonë? është e voti ha. Mire, që është të në gamit shpëri. Jo se edhe arabët kanë kafe kur t'japin, kafe arabe, shembull, në varet cilën shtet jerin, një shtet këtë në ndorën për mi, kështu kishtë është, në tonë bot. Një shtet e thotë do shme të rritë. Që ta të rritë është në tonë s'ka në vëjtë. Jo, ka menu mësë është në diçka keq kështu të kësë. Jo, për edhim për shemull se ka në blok tjetësën, në luën që ai e din para pakishtë s'duhet. Ama më lapë, ndorë hatune, mos një këthy lugën a i këtë qaj. Po, dhe? Po, jo, zotë është vërë se të falë nërë, s'du mo, lera të rritaj, kërë kapetë. Ta këthejsh lugën se të kupin. Po që është ma e kjesë se që e kafja saudisë, s'm ka pasni. Jo, është puna dhe sa mësosh, se edhe na fillim se kemi amatash na merr malli me pivo. Sa është në kombinim, jo. Masë dhe jo të një puja. Kapecina. Po. Jemi konën na pruni atë pas takshomit, na pruni ata dara. Tash e vllavja me kërkëvar ta kom po të knaçka. Unë e ku mos gojë ho. A pi ti kush me molotovin, po çdo. Më në pi, a vi ke këtë. Po këshia dikë rrugë tek ata mas. Pas piti kurgosh. Ata pishin arab po smujta. A përzi me tomën apo tomën?
Me tombë. Ja me pa tombë. Ja me kjo pure vi. Ja, se pure është problema. Me pozisit. Se kam së organizat. Ata që jemi dhe episodit pjedo. Po, dhe me ilache, nuk është saka... Shkone e gjipë. Jo, në kohë në Petridis së në kemë atje se kene bano mi gjamën. Sot e në kafe. Këto kanë shkuat të ato beduin. Ja, për kafe në Arabe kështë të tregu se aje shkon në kombinim me hurma. E pi kafen edhe hanë hurmën edhe bo tamam. Pa të hurma, po në hurmën, ajo hurma me kontrasti madhë. Po është bëfytje. A bën me kërë në vërë më fash prejes në kam, mori në kam që nuk ku janë këto me mermerë. Ka khilaf të ulemat. Shumit se ulemat dhe që do të ullë me falë, me urinos, dhe ka për ulemat të thënë në kësh kushta. Se urinosja ullë ka qenë me arsye se mos mu stërpik. Se për parë dhe më kushtet higjenike që kanë pas shtërpik kanë qenë pa mund shme më ujtë, urinos ullë për mos me u stërpik edhe më ujtë me stërpik. Disa thënë që nëse kushtet dhe më thënë higjenike të ndihmojnë, që në urinos në kam edhe mos me pasoj spishmun. Po mas mirëti është me urinos ullë, se kjo është edhe për shëndet me e mirë, edhe është me e sigurt më ujtë për stërpikave. Se të edhin hadithin e pejgamberit të resem se të ata vorët nuk e kalu edhe ka vënu ato degat e njoma, ka thonë, dhe se nuk thonë këta ata nuk do të denohen, edhe ata nuk denohen për mëkatet mëdha, por ato janë të mëdha. Njëra për tyve ka qenë bartja fjallëve, tjera ka qenë domethënë nuk është ujtë për stërpikave të urinës. Për me ik vezveses, patyshim se urinosja domethënë ult është më e sigurt edhe më e shnetshme. Edhe puna e beshikës, pasi urinosja e ult, domethënë nuk lën pikat e urinës në organ, edhe me këtë nuk e mbron njeriu nga smundja e prostatës, që zakonisht i paraqitet. Kështu që më së miri është me urinos, domethënë ult në përjashtim të raste kur ki ndonjë zot domethënë se të ngos spishmos, po me vot terbive në ult është më mirë. Kurse pastrimi për shembull bëjnë do pyetje atje kanë një vllon atje edhe pse nuk është bashkë flet tamam mosh, po bëjnë pyetje pastrimi me letër pa e lënë. Sprish po. Nuk është kusht ujë me përdor, se ka në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përdor guri për pastrim, s'ka pas ujë, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë pastrohet njeriu nga nevoja e madhe me 3 gur. Imam Ibn rahimahullahu taala përmend se është vezvese se ti përdor më shumë se 3 gur. Ti parandon me 3 gur sa mundesh të pastrosh. Sot ti me ujë edhe përsëri, domethënë nuk pastrohesh ndoshta 100%. Kështu që mundet nëse s'ka. Por shumë këtu në Evropë ndodh shpesh fatkeqësisht kush nuk e di, kush nuk ka përvojë. Edhe ti në WC harron se s'ka ujë atje, edhe jetë faktikisht para aktivitimit sti çfarë. Jo, në kohën e fundit kur u thoj për udhë marrë se po më të lartë. Shkojmë më të shishe në rregull, më ka kohë për naçi i dim këtu më së. Si rregull, domethënë si rregull nuk nisën vllaznia harroi. Nuk prish punë pastaj edhe. Jo, pse do bëu të lash në për udhë me shishe kit po kshirin, sidomos ku shkosh, se do prish punë. Po ai janë molla. Po po. Po na pozna puna oj, vallahi vela. Charman. Ky që 100 zanë në diku thash, apo është dikush tash. To hon diçka. Vallahi gërdojat molla sa gjithçka. Kur jam hinë në ditë po një shit prast ka kollë se morë. Kisha harru atë. Ma von ja ndaj punëtori tjetër. Apo edhe ka kollë ta kish pi. Ja ma që jam jo po ta dorën për këtë. Vallahi. Edhe ka qërë cigare sa gjenë. Ti vendi më i përshtatshëm për cigaret. Se do më përshtatshëm më mirë. Gazeta që ka ulën edhe nere, sa pozicion trak. Po që këtë pikën që bojnë kështu me dur mas se të morë në abdes. E bojnë shkaku e qësoj stërpikës, pak a shumë që në konveci, apo se e bojnë? Kush e bojnë? Bojnë njësa. Shumë është me stërpik pantollet. Nuk e di. E se di. Tene nuk e përdorin, nuk e di të është pse ka mundësi me përdorin. A pantot, dhe më thonë, donët e mrendshme? Ja, pantot. Ma që të me është abdes, më thonë që kupton. Që të kupton. Po. Përdorin. Allah është përleft për qajnë, fërën bërës. Në bëne Allah që s'ke i klasë. Ja, bes ka. E dikon 3-4 shamë më që 3-4. E di si është puna, se dhe në buke këtëve zemër bardhë. S'ka lidhe, alhamdulillah, nela është më nësi. Allah e vashtë mirë. S'ka kush ka vërbit? Pantulla, më shkëtua, më shkëtua, ko 2 mendime. Ka 2 mendime, ama një mendim është shumë i dopt. Mendimi më i saktë, argumentet fetare qarta, sakta.
që për krahin edhe e detyrojnë është që mi shkutu pantullët që është në rëzogën e kamës. Ata që thëjnë se ky urdhë vlen vetëm për ata që kanë mendim madhësi, nuk është i saktë, se hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur analizohen, ka dallim në denim mes lëshimit të rrobave nën zogën e kamës thjesht edhe lëshimin e rrobave nën zogën e kamës me mendim madhësi. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kush e ka në zogën e kamës është xhenem, do thotë pa e përmend kushtin e mendim madhësisë. Është xhenem, do të dënohet me xhenem. Kurse hadithi i mendim madhësisë, thotë kush i lëshon rrobat në zogën e kamës nga mendim madhësia, atë nuk e shkon Allahu ditën e Kiametit. E mos shikimi i Allahut të atij në ditën e Kiametit është dënim më i madh se veç me hin xhenem. Se mund të me hin xhenem, Allahu më shikon me rahmet, ama kur të hin xhenem, të shkon Allahu të mos jetë gjatë ti. Sa të ndërni me të pa Allahu subhanahu wa taala me rahmetin. Dhe pra çka duhet njeriu me këtë dallim tregon se nuk mundet me thonë të gjitha rasteve kush i ka rrobat në zogën e kamës e si ka nga mendacia nuk prish mua. Se si për shembull në pak si trashe për ngrepan ama ato po vijnë. Është meselë tjetër. Ti do kur të i veshësh pantollat e reja, shkon te shkurtoj. Domethënë te terzia, rroba çepsi që themi në gjuhën moderne, te terzia shkon edhe i shkurton ti deri te zogu i kamës. Pastaj atë bin ato azbin për shkak rrypi se kishte lëngu mirë, këro zaif, je trashë, të bargu bengon, ajo është më bet tjetër. Kjo është ajo argumenti që ka ndodhur me Abu Bekrin radhiyallahu, se ato se e vonë argument se do të Abu Bekri i kanë rrobat në zogën e kamës dhe pejgamberi ka nuk e duke bërë mendim madhësie. Se Abu Bekri radhiyallahu i ka marrë rrobat deri te zogu i kamës. Edhe thotë kuntu ata'ahaduhum, i masha unë nalt. Mirë po për shkak se i në halt e zaift, ato i kanë ra, adin edhe pejgamberi sa kur ka pasaj, po mundot mi majt me dorë për pjetë, ka thonë ti nuk e bën nga mendje madhësia këtë gjatë, po edhe nuk i ki në zogën e kamës se ti i ki regullu, po tash për shkak se rrypi kalquat kanë rrobat në mos i kjo çështje është shembull kaq kërcënohet me xhenem, edhe shikimi i Allahut subhanahu wa taala kjo është tash mendimi jon trive çështje kaq e madhe, tash për kraja jon për xhallarëve është që të marrni temë lidhje me këto ti kushtohet komplet dersi kësaj meselës, jetë kështu pak këshill e përgjithshme që shumë pak praktikohet, që shumë pak praktikohet, mos është gjendja serioze, mos shikimi i Allahut subhanahu wa taala. Me dimalsiat është shumë të nuk e bëjnë. Po të në është, do më thonë, ka dy çështje. Para se është çështje me rëndësi, por krijon debat të madh në anën tjetër. E tash ti me shkuaj me të bëni një temë që krijon debat të madh, por e nxjerr temën nga binarët e veta. Debati, apo. Se fillon ata me debatu, pastaj në mënyrë jo të drejtë në lidhje me problemin. Sikur se shembull pyetja që ke, do të jeni kundër bidatit se moni iPhone-a. S'ka lidhje e punë. Edhe ai që të mohabetin pastaj për shembull, sikur se shembull, ju s'bëni me lutë se doni pejgamberin nëse mohabë. S'ka krahasime të palidhje, edhe këtë temë e majt, për shembull unë para 20 vjet e kam përkthini broshurë lidhje me këtë temë. Ka me këtë dje dhe ku e kam bidon me dorë shkujt me. Po na kemi folë dhe kemi përmen këtë edhe do më kjo qëndrim, alhamdulillah që 20 vjetë do thot nuk ka ndryshu, po me bot tem provokon debatin. Është puna në më të urtë se problemet e muslimanëve janë loj-loj, do thot, normalisht pjesë e udhëzume, i interesojnë edhe detalet më të vogla. Ne po kemi në një pjesë shumë të madhe të pa udhëzume, që tash nëse ti miresh me ta, do të cilë është më arsyeshme shembull, me bot ligjërat për imanin në xhenetin, xhenemin, namazin, do thot edhe motivimin për hajër, që do të mund të bëhet sebeb për udhëzuar kanë namaz apo me fol për këtë temë që ata që falen veç më e kapin këtë temë ose se kapin këtë temë. Po jam për shembull, na po kemi më valla veç pak se si temë bashkë më intereson është. Na po kemi familje për shembull, apo kemi doktora, profesora, kështu po na marrin lakmi për shembull sjelljet, mënyrën, ato këto mirë, po pse ti pantolla, sikur më çan bash ashtu çish po thotë, kishin me fol këta xhallarët e juaj. Asnjëherë s'na dol neve shembull vjen me pyetjen thotë pse thotë në PSTV na përcjellën programin, mashallah, xhallar modest, me kon bash ashtu çish po thotë, edhe ata e thonë, po pse pi shkurton ti tash po dëgjoj ty, domethënë na bëjmë nga ignoranca. Ja thash kur e keni mbështetje thu, jo vllai dashur, nëse keni diçka kundra meje, atëherë ngel. Ashtu është, ama feja nuk është për me, jo feja, po urtësia e davetit nuk është që na më animu xhamatit me dhon përgjigjet e sakta problemeve
lokale që ka. Ajo me konë gjishmëria se cilës për me thonë përgjigje. Se tash na të ndesh me andreq punën një vllaut në shtëpinë e vet, e me prish këta vetin, nuk shkon, a kupton? Pra shkak ti duhesh me konë do thotë i aftë, faktikisht ai vllau që ka që sot më thonë se xhallat bash për kundër sepse janë të urtë. Nuk e bëjnë temë ditë këtë temë, domethënë, se kjo temë kush lexon, kush mëson e din apo kush e pyet, domethënë ndeshjet e përditshme që janë akademike e me përgjigjen e saktë. Ama unë mendoj se domethënë për gabimeve që ndodhin në komunikim familjar është kur ai njeriu që ka simpati ndaj teje e çel temën e pantollave, ai sfalet. Edhe ti e han forën e nis me fol për pantollët. Ti moj pantollët 5 metra te poshtë thosh. Vesh se falu, na të folim për namazin që është më rëndësi. Edhe kjo neve na ndodh shpesh. Edhe si xhallahu si xhamat. Në shumicën e rasteve në familjet tona çelet mohabeti i duhanit, çelet mohabeti i mjekrës, çelet mohabeti i pantollave, çelet mohabeti i, domethënë i ferexhes, nikabit apo. Edhe na tash për shembull futemi në debat, edhe na me huxhon të madh, me mbrojt për shembull, kjo është kështu nat, kjo është farz, kjo është kështu. Ai s'falet, s'ke nevojë ti me radhë fol me të, ai s'meriton këtë mohabet. Ti thoj kada. Na kthehemi unë edhe ti të bëjmë debat për diçka që është do bësh me për mua dhe për ty. Kjo temë ka do bjas për kjo as për mua. Se ti nuk je i bindur, nuk e praktikon, unë jam i bindur se lëm. Që ama të folim për një që ka mundësi edhe për bashkë, është besimi në Zot. A beson ti apo nuk beson? Besimi në ringjallje, a beson apo nuk beson? Pastaj, do më falënderimi Allahut për të mirë që ka dhënë. Ai jep vetë shumë si vish. Edhe kështu e nisë deri namaz, dhe të farz. Mund ka ndodh në përtubime domethënë të ndryshme domethënë xhamat thjesht, po janë çelë tema, edhe unë kam këtë mohabet. Pitë tema e mjekrës për shembull, të tema e namazit. Se mjekra për sa është më rëndësi për momentin. Për atë është më rëndësi, po është unë e kam. Për atë është më rëndësi të falet, sa nëse bën mjekra domethënë deri në kërthis nuk falet, po dia e ka. A unë se falet, s'ka mjekra. Po shumë të mirë ai ka, është punë e vogël apo. Dhe pra çka unë mendoj se domthonë kjo dilemë që shpesh të një pjesë e xhamatit lind nuk arsyetohet, domthonë nuk e demonton domthonë urtësinë që përdor në xhallat në zgjedhjen e temave që i promovojnë. Se çka ndodh, domthonë kush i dëgjon temat e xhallavit me vëmendje dhe ushqehet me to, rregullisht shembull një javë, një muaj, 5 muaj, një vjet, ai në fund vetë e shon mjekën, e shkuton pantoll pa i thon kurgosh. Se e boti ulzum. E boti ulzum. Ama ti me qil temën edhe pastaj për shembull debat mundet me pas edhe kundër efekt. E ke çfarë? Pra shak duhet do çështje të fesë, sunete që janë milion në mënyrë të natyrshme të përhapur në popull, jo me fushata. Me fushata, apo thon. Dhunshme në kuptimin intelektual, domethënë për një herë më jamushme në gjithë secilin. A kur ti e din se shumica e popullit tan ka problem hala me abecedën. A ti flet për një temë që është domosdoshmë shumë e natë. Alhamdulillah Allahu që te ne do punë kanë shkuar kështu natyrisht, kadal, tu kuptu, tu përhap, ajo është stabile, ajo është. Unë e kam përmendur për shumë tubime një shembull që ka ndodhur në Ballkan, domethënë në këtë fazën bashkëore të Davetit, konkretisht në Bosnjë dhe në Shqipëri. Pse se kjo është problemi kur vinë me bodavet njerëz që nuk e njohin mentalitetin e popullit. Në Bosnjë edhe në Shqipëri patënau shumë arab, në fillim domethënë 93 këndej domethënë edhe 92 95 në kohën e luftës atje. Dash arabi kur vjen për një vendi domethënë ultrafetar, preferas ultrafetar kuptimin bashkëkor modern perëndimit, se ato është normal fetar. Edhe vjen në një ambient si Bosnja për shembull, ku shumica e vajzave janë të bardha, janë të bukura, janë të larta, edhe në Shqipëri që ata domethënë dukon shumë të bukura, edhe ata punë e parë që folin nikabit në farz është. A ka problem me namaz, ka problem me besim, ka problem me shamin në origjinë. Edhe normalisht kur ti vazhdimisht i fol një temë e re, dikush ka më bind për momentin. Edhe shumë vajza në Bosnjë, edhe në Shqipëri u patën mbulur me nikab. Mirë po pa u bind ata domethënë kështu plot. Edhe çka ndodhi në atë moment kur filloi mu dobësu ky insistim e tyve në nikab, një pjesë e madhe e tyve, mos tham shumica, po një pjesë e madhe e tyve hekën nikabin pastaj. Që u dëshmu se kjo është domethënë është fushat e dhunshme intelektualisht, domethënë të erreh atë për ditë, edhe të hajme që po e vënojme. O masën e ka hek, e ta shfakisht e s'karit sukses me të. Po të na ka ndodhe kundut, na kemi vëndese, na kemi ndërë edhe mendimin e Shekh Albanit se nuk është vajib, por ka shku spontanisht. Vetë, normal, dhe më thonë, kush e konë mlu me shami, nëse ka dash, dhe më thonë, më mlu edhe me nikap, është mlu,
edhe ka plosu edhe atë sunet s'paku, edhe, ama ajo që ka vendos vetë më mbrëmën i ka pati. Dhe si kanë hek. Se në hek, përse një hekur kosh më adhe, se vetë e ka vënu. Edhe, kjo shumë është një pikë me rëndësi, kjo si shembull për shumë punë tjera, duhet të alam që feja, sidomos sunetet, të përhapa në mënyrë të natyrshme në mesin e xhamatit. Pa ndonjë fushat të dhunshme intelektualisht. Ja kështu ja s'ka. Sa ajo ka mundësi me pas edhe kundër efekte. E këtu njëri kur është i riket se mendon, është hak po, është sunet po, ka pas po. Unë e kam me thonë, po ti po e thua, ama s'pa arrin qëllimin tanë. Punosh me arrin qëllimin tanë. Se ti pse e thua, e kur në gjatë diçka bone. Jo unë e thash hakin, mos Allahin e kam dëshmitar. Po nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ardhur veç me thon hakun. Po ka ardhur me bin njerëzit në hak. Ka ardhur me udhëzon njerëzit në hak. Ka ardhur që njerëzit me fitu për dijes ti apo. Jo, dikush me veç ta tham unë, po nuk është me çdo kusht ti veç ta thush. Se ka momente që ti thua me fol hiç, me hesht. Pse me fol bën më shumë dëm se që bën dobi. Po gjithashtu edhe me pa që shëfti këtë problem, repetiti folin është pak më shumë punët e pantollat të njerëz nështë që janë ma larë këto, po problemi që ndonë se ka shembull tash në vllazni jemi këtu, dhe më thonë po shkrim hapës ashtu ka vllazni shembull që farin 5 vakte, edhe nuk besojnë që të pa informuar me këtë meselë shembull, shkurtimi pantollave dhe i din hadithet që në shembull rrezikshmërinë e kësaj, mirë po prapë shembull nuk i shkurtojnë. A është kjo që ndoshta xhallarët nuk flasin mjaftueshëm për këtë punë, ndërsa xhamati mund të thonë që ta përditi xhallarët s'përmojnë tema për këtë punë, nëse nuk po na thonë direkt ose a kupton ku është problemi që kjo është e madhe. Kjo është pjesë e një problemi që se xhamati pak më të vjetër e potenconi gjatë kohë pas herë punë, pse s'folën xhallarët për mjekra, pse s'folën se s'mojnë nders për mjekra, pse s'mojnë nders xhallarët për pantollat, pse s'folën xhallarët kundër duhanit. Në qëtë tema, disë herë, disa vllazit vjetër në e kanë thonë, ka dy gjëra. E para është menheq, kuptimi i fesë, e dyta është praktikim. Neve, mendojmë se është me rëndësi që ta dim nave, çfarë tretmani ka në fe kjo punë. Nëse kuptojmë me argumente pa epsh, kjo është pjesë e menheqit dhe kjo është e saktë. Nëse se praktikon është punë e mëkatit, sikur se mëkatet tjera. Sa ai nuk e praktikon, ama nëse fillon me arsye tu mëkatin e vet, me epsh, pa argumente bind, se ka mundësi për shembull ai mu bind jo as xhamati, po ndaj hoxh, po xhallahu mu bind se për shembull mendimi është si kurse ka, domethënë se nuk vlen për pantollat e punë, nuk është domethënë është vetëm mendim allsi për shembull. Ai është çështje e shtjallit ja me të arsye tot. Ama xhamati kur fillon se s'mundet vetë nevojë, fillon me arsye tuaj vet, me epsh, me mbrojtje për ai është devim menheq atëre. Kjo është më rrezikshme. A pse i shon, se shon ajo është mohabet i tij privat, funi e jotja është me këshillu, e jotja është me tregu, aja e zbaton, nuk e zbaton, problemi është i tij. Edhe na kur ta krahasojmë kështu nëse e fusim në filter, si thonë, domthonë gjendjen e vllaznive tonë, domthonë që ndjekin metodën e ehli sunetit, metodën e selefit. Lidhim me këtë të shohim se përqindja më e madhe kanë patuar të gjata. Po kjo. Jo se nuk e din. Po pse ata bëjnë ijtihad, domthonë rrethonat tona janë të këtilla që na më mirë është me pas gata se me pas shkurta. Mirë po, alhamdulillah, në mendes është mjaft sukses me ai me koni bindë se kjo është e sakta. A pse zbaton ajo është problemi i tij, sikur se thash, se më gjuna tjera që i bëjnë, për shembull punë e gibetit. Ma këtë dim që është haram gibeti. Domthonë s'ka musliman që nuk e din. Fatkeqësisht, tash se dia kanë guzim, po e marr gjithmonë këtë bëjmë gibet. Tash çka këtë të kisha drodhin, a mundja me prashtu dikan, ama fat sa më marr media domthonë shumë vështirë me prashtu dikan. Njëjtë është edhe kjo punë, kjo më e vogël se gibeti është. E ke qartë. E pra që nuk kjo hen mes tjetër zotit vet. Nuk kemi na me të, na kena mundësi me bë këshill, kur gjë më shumë se ka sunas me gjiku për të. Në fasik asi gjuna çara kështu më. Na themi Allahu zot ose themi adin e këshilloj. Është mes tjetër aty jep llogari, mos na jep neve llogari. Ama nëse fillon me mbrojtaj gabimin me polemika, domethënë e psharaka, do të themi kefir Allahu se ti tash për domthon fen tonë. Sa është mos ai krem verosi ti ta prishke sistemin. Atë mos për çdo mesele që më thon çështu. Nëse atë namazi që më thon, hajde kaza. Ka një mendim. Dikush që ulemave ka thonë se ban kaza. Edhe ne që kemi lënë këtë në fund vitit, ose 70 vjet e kaza kemi bën. Këton, tash ka dallim me sjellja se prapë nëse është në parën, domethënë është për nëse është dytën, është problemi i vogël që s'mundesh ti edhe më imponuar se pastaj. Është
S'ti është këtë mendim se më ka thonë njëri si hadithi vlen veç për xhelebia ose për ato fustonat, ajo për pantolla. Po, ka kështu dikush që thot, atin, po, unë mendoj se nuk është e saktë, se shembullin që ka përmend pejgamberi sa për rrobat e kohës që kanë vesh, domosdoshmë është për shkak se ato janë kom të pranishme në momentin kur e ka thonë. As ka mund me fol për shallvare dhe pantulla ku ato se kanë standarda, që ti me hek pantolla, domethënë për rregullit për shkak se s'është përmend, kjo nuk është e saktë, se në fe, sigurisht domethënë thënë ulemat vazhdimisht, shumë mesele janë të përmendur në si rregulla dhe shumë mesele për rregulla në decisive, direkte, domethënë. E tash këtë rast rrobat, domethënë përmendën rrobat, thober, po, në përmendën domethënë gelabia, as kamisi, domethënë, rrobat e tij që ka vesh, kjo fjala rrobë, çdo kohë, çdo vend që vesh dikush rroba të caktuar, do të më pas parasysh këto, domethënë rregulla. Ka shpërit. Unë ajo që mendoj se është shumë e rëndësishme, edhe lidhe me këtë debatin, domethënë, ose të pikat që prekam, është që do të thotë na jemi xhelos ndër veti në gjitha elementet e fesë, edhe më të voglat. Dhe në mënyrë të urtë t'ja imponojmë njëri tjetrit rritjen e kualitetit të ibadeteve tona dhe fetarisë tonë. Ama asesi të shndrohet kjo xhelozi, domethënë në fushat debate dhe polemike. Pse? Sepse zakonisht, për shembull, xhelozia për zbatimin e fesë në mënyrë 100% shpeshherë shndrohet në debate që të nxjerrin prej qëllimit pse e ke nisë mohabet. Me ke nisë mohabetin me dikant që ta bindish atë që ai për shembull ti shkëton pantollës. Pase ky debat deformohet për këtij qëllimit, del kush ka me mujt. Pastaj del në themrim grupacionit. Ai li për klasë. Pastaj bëhet sebeb i etiketimit për çfarë. Po ti je kështu, ti je kështu. Edhe normalisht ajo veç fillon me shkaktu për çarin edhe ndarjen. Shikoni ku mund do të mëmbrej. Pra ato në mendoj se këto tema duhet me njerëzit fillimisht me kriju një vllaznisë sinqert mes llojit. Kuptimin ata kanë mendime të ngjashme, njëjta, pikpamje të njëjta, me kriju një vllazëri sinqert mes veti. Që vllazëria e tyre ndërtohet mbi parimin e këshillës edhe bashkëpunimit në devotshmëri dhe bamirësi, ose motivimit në tjetër për me shtu ibadetet e veta. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur na për shembull në kohë caktuar në vjet 2, 3, 4, 5 luajm këtë rol në një grup ngushtë, 3 veta, 5 veta, 7 veta, 10 veta, varësisht sa ti mundesh për shembull me durush është një që dikush duron më shumë se 3 veta shoh më pas. Dikush i duron edhe 10 veta. Në çfarë rreth ngushtë ti për shembull e ki ndërtuar edhe krijon këtë raport, domethënë që na të shtojmë dijen edhe ibadetin bashk, atëherë ti mundesh faktikisht me kriju një mekanizëm që edhe të tjerë më të heq me sjellje të butë, me fjalë të urta, me domethënë mënyrën më të lehtë dhe më deportuese që edhe ai tjetri më kujdeset. Se shpesh na këtu desht, si thot populli, desht me vnu, domethënë çerpik, e nxjerrim sytën. Desht na me i rregullu këto punë të rëndësishme, bëjmë dam më të madh sa kjo. Ajo që ka ndodhur por shumë xhamate që i mirëndonjën me tjetrin për shkak të kësaj mesele. Dhe kjo nuk është nosh. Nuk ka problem. Ja unë ai, dikush me ditë ka problem. Apo të ditë kena problem. Si ka mundësi ti çash takva me kohën tash me të kapti hasedi, me të kapti inati, me të kapti edhe xahilieti për shembull debat në vllahta. Atë ti ke probleme. Nuk është punë veç duke, duhet të bëhet edhe mendësia. Që të lidhur në reciproke mes veti. Mendësia ndikon duken, duke më thonë, ndikon në mbrëmsi. A do të tregon se na kemi probleme me edukimin. Po, në temë që ndoshta nesër si të kemi kohë. E folim, inshallah. Shumë nevojshme. Kjo puna tash ju ka ndodhur se xhallah për shembull, si është më e urtë me largu ndaj shpifjes që i bën për shkak të menhexhet tan për shembull. Tash ta zonë një vëlla që ka vite, që është në islam, u eduku, mirë po ban domethënë sjelljet pa lejueshme pa verifikuar lajmin ndaj menhexhet tan. Si është më urtë që duke pas parasysh
që s'ka ki qef të keqen në tina, që nesër për Allah s.w.t. ai mu përgjigj për atë shpifje edhe me morë dënim. Ashtë e mjaftuar veç me lutë Allah s.w.t. që mos e dëno, apo është mirë me thonë ki bon zullëm, Allah? Ja, e para du të me këshilu. S'mundet të bile veç doa. Veç me këshilu, me thonë, se ka musi mu keq informu, ka musi me ranë kur dikujt. Tamam. Do është më ballafaqe me të, thonë, ke frikë Allah, kjo nuk është e vërtet. Kjo është, domethënë, shpifje, është trillim, është. Pas kësaj, nëse ai nuk bindet, ti e sqaron qëndrimin tënd, pozicionin tënd para një rrethit ku dikush bën fushat kundër teje. E treta bën dua. Mas saj ti s'ke sa atë. Nuk bën më marr vazhdimisht me të. Se nëse ti fillon më marr gjatë kohë me të, domethënë e ushqen atë qëllim që ai do të marrit. Ajo është defokusimi jot prej daves në debat për të mbrojtur personalitetin tënd. Se daveti bëhet për hir të Allahut. Dhe kjo ka ndodhur me shumë davetxhi, kur në davetin e tyre ka dalë disa njerëzit poshtër, i kanë akuzuar ato, me akuza ndryshme. Qoftë personale, qoftë domethënë menhexhore, qoftë fetare, qoftë morale. E dash kur ka filluar ai ka nis punën për Allah. E ka ardhur sulmi për njëri të poshtër. E ai tash ka filluar me mbrojt veten e vet. Edhe me bë punë për me dëshmu veten e tij. E tash tu vjen edhe pozitë në jetë dhe hub bereqeti. Na do të më vazhdu me po davetin për Allah, e kemi këshillu, e kemi sharu qëndrimin ton, kemi bo dua, e kemi pas ai vazhdon përsëri, i themi selam aleikum. S'ka vaktur më marr me ti. Jeta është e gjatë. Domethënë, kush ka mëna ka më don shesh. Njëri që zgabon s'ka. Ama ai që gabon dhe përmirësohet, Allahu ja mblon edhe jep bereqet. Edhe kjo është se fatkeqësisht domethënë ndodh disa herë me disa vllazni davetxhi që jeta është e këtill, kanë ne të imani, kanë ne të bërë imani. Edhe në momentet e caktuara ti dobësot imani, edhe qatë shumë demoralizohesh, se shelen davetin. Më thamë, gabim është kjo është, ti ki gjuna, po të asjel një gjuna tjetër. Ti ki mu gjuna, puna mes të jetë, zotit tanë punë, mundit, ti ki me në logari. Ti nëse dënë më pendu dhe më korrigju, ti më se le punë në mirë. Ti vazhdet mirë, se e mira, ta fshin të keqen. Edhe e mira, do më thonë, a në pëse dikush ta përmenë, se ti, kur s'ki me shpëtu pa folë kesh dikush për ti. S'ka shpëtu pejgamberi të Allahut dhe xhelal. Ai si abun Imam Shafiu rahimahullahu taala. Thot, ata folën keq për Allahun, e folën keq për pejgamberin të Allahut. E s'po folën keq për njerëzit, vetë. Kur ti për Allahun folën keq njerëzit. Çka prit ti masalla. Gjë që ti nuk bati më dorëzo për punën e mirë. Ti do të vazhdon punë të mirë, ama normalisht korrigjoj gabimin tan, pendo për gabimin tan edhe vazhdo me të mirë. Edhe i mirë fshin të keqen edhe e mira, pastaj jep bereqetin e punës që ti e bën. Allah shpërblet. Allah i rrit vllazni, faleminderit për çajin e muhabetit. Të përfundojmë në sonë të mejlisin e vazhdojmë nesër, inshallah. Allah të kënaqë, Allah të rrit. Nesër kur të thënë, mas drejt? Jo, në mas nesër.